Zgjedhja e udhëheqësit të ri të Kishës Katolike Robert Francis Prevost befasoi jo vetëm besimtarët, por edhe tregjet e parashikimeve, të cilat kanë fituar popularitet të madh vitet e fundit duke i lejuar përdoruesit vendosin baste mbi ngjarje aktuale. Një numër i vogël bastëvendësish përfituan shumë marrëmendse, ndonse shumica dërmuese humbën mbi $40.4 milion u luajtë në total në tregjet si Polymarket dhe Kalshi. Prevost, një kandidat me shanse minimale sipas këtyre platformave, kishte vetëm 1.6% dhe 1.8% mundësi të nënkuptuara për të bërë papa i ardhshëm. Një përdorues me pseudonimin Just Punch arriti të përfitonte $63.650 nga një bast prej vetëm $1.059. Ndërkohë në platformën rivale Kalshi, një tjetër bastëvënës siguroi $52.641 nga një bast prej vetëm $526. Kandidati favorit në të dyja platformat ishte kardinali italian Pietro Parolin. Humbjet më të mëdha u regjistruan pikërisht mbi të, me të paktën 9 përdorues që humbën mbi $10.000 secili. Për ata që besuan te Prevost, kthimi ishte kolosal. Një bast simbolik prej $170 do të kishte sjell afro $10.000 fitim. Emërimi i Prevost si papa i parë amerikan, i lindur në Chicago dhe i diplomuar në Universitetin Villanova, e ktheu këtë ngjarje në një sukses të papritur për një grusht bastëvendësish me intuit të saktë. Platformat e tregjeve të parashikimeve si Kalshi dhe Polymarket u kthyen në qendra vëmendje veçanërisht gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024 për shkak të orientimit të tyre më të madh drejt fitores së Trumpit, ndryshe nga modelet tradicionale të bazuara në sondazhe. Kalshi mbështetet nga emrat njohur si miliarderët Henry Krabbes dhe Charles Schwab, ndërsa Donald Trump Jr. shërben si këshilltar strategjik i kompanisë.